Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po nisim ditën e sotme për të komentuar atë se çfarë në fakt po ndodhen me artistët shqiptar. Ditën e djeshme, konkretisht natën e mbrëmshme, na ka tronditur një lajm i madh. Neda Balluku dhe Ogren Balluku, ish banor të Big Brother Albania, Neda ish opinioniste e Big Brotherit, njëkohësisht edhe tani në një rol shumë të rëndësishëm në përputhen, siç duket po japin përfundim marrëdhënies së tyre. Neda nuk është se ka folur në rrjetin social Instagram të saj, ajo ka lënë që ekskluzivitetin e saj ta fletësonte në Goca dhe Gra, por siç duket kjo marrëdhënie po shkatërrohet. Fillimisht, me të drejtë, publiku filloi të bëhet shumë konfuz sepse kohën e fundit artistët përdorin një mekanizëm shumë të shëmtuar, duke e përdor këtë formën e marketingut me ndarje, me shkatrime apo me prishje të çiftit. Por siç duket tek Neda dhe tek Ogreni, kjo nuk është një thashë them, kjo nuk është një formë marketingu, por është një realitet i vërtet. Marrëdhënia e tyre është drejt fundit, ku nga kjo dashuri, nga kjo martesë sollën dy djem. Tani nëse do të kthehemi në retrospektiv dhe do t'i analizojmë deklaratat e Neda Ballukut me qëndrimin e saj në këndin e opinionistes në Big Brother, Neda në shumicën e rasteve ka thënë më mirë vetëm dhe dy fëmijë të lumtur dhe fëmijët e lumtur, jo dhe dy fëmijë, sesa bashk edhe një familje e shkatruar. Por nga Ogreni nuk është se kemi ndonjë deklarat për një ndarje të mundshme me Nedën. Ndoshta sonte Neda mund ta dëshmon këtë gjë se është një lajm i rem, se është një gënjeshtër, se unë nuk kam hapur asnjë divorc me Ogrenin, nga që nuk ka patur asnjë lloj përplasje mes Nedës dhe Ogrenit. Domethënë Neda gjithmonë nëpër intervista ka thënë që marrëdhënia ime me Ogrenin është një marrëdhënie e shkëlqyeshme, kemi raporte shumë të mira, kalojmë shumë bukur dhe unë jam pro që Neda sonte ta pohoj këtë gjë, edhe të thotë që kjo ka qenë një lajm i rem dhe ka dalë vetëm nga një portal. Sepse mendoj që janë një çift i mrekullueshëm, mendoj që kanë dhënë maksimum për njëri tjetrin për ta patur në krah, janë një çift që vërtet u krijuan brenda mureve të Big Brotherit, por ishin shumë afatgjatë në dashurinë e tyre dhe gjithë kjo dashuri afatgjate që në vitin 2015, e cila u kurorëzua me martesë deri më sot, është gjynaf që të shkatrohet edhe të sillet deri në këtë derexhe, siç i themi ne. Por, do me thënë, Ogreni dhe Neda janë njohur në vitin 2011. Sonte do të kemi ekskluzivitetin e Nedës për të folur për martesën e saj. Në qoftë se martesa ka luhatje, ka shkatrime, çfarë shkatroi këtë martesë? Është intensiteti i madh i punës i Nedës që u përkushtua të gjithë sukseseve të njëpasnjëshme dhe ndoshta familja mbeti pak e neglizhuar dhe e ka çuar situatën deri në zënkën edhe grindjen e madhe, apo thjesht është një thashethem i cili ka dalur në për portale dhe nuk është një lajm i vërtet dhe i sigurt. Po të hedhim sy nga Instagrami i Nedës, nuk kemi asnjë lloj ekskluziviteti për këtë situatë, do me thënë gjithçka pritet të flitet sonte në Goca dhe Gra. Edhe në qoftë se është një ndarje, besoj që është një ndarje që ka ardhur me kohë, sepse martesat nuk mund të prishen brenda një dite, unë e kam thënë këtë, por dua të marr mendimin tuaj para se Neda të flet. Si e shikoni ju këtë situatë të ardhur menjëherë në skenë dhe të befasueshme në fakt?